Në episodin e radhës të podcastit flasim kryeministri Edi Rama u ndal te lufta që po ndodh në lindjen e mesme, duke u shprehur se prioritet kryesor është siguria e qytetarëve shqiptar që ndodhen në ato vende. Ai gjithashtu u ndal dhe te spekulime se Irani mund godas Shqipërinë, duke shtuar se NATO e tregoi në Turqi se do të mbrojë çdo vend antar të saj, duke përfshirë dhe Shqipërinë. Në këtë moment, sigurisht edhe për ne, si për shumë vende të tjera, prioritet kryesor është siguria e qytetarëve shqiptar që ndodhen në ato vende. Përfaqësitë tona diplomatike dhe konsullare në rajon janë në kontakt të vazhdueshëm qoftë me ne, qoftë me autoritetet vendase. Po bëjnë gjithçka për ta monitoruar situatën, për të informuar dhe për të asistuar, ndërkohë që çështja kyç e fluturimeve mbetet një sfidë për të gjithë. Kjo është një situatë që kërkon qetësi, kujdes, informim të vazhdueshëm nga burimet zyrtare. Për sa i takon Shqipërisë, ka pasur lloj-lloj tashethemesh dhe spekulimesh dhe më interesante është që ndryshe nga vendet e tjera në Shqipëri, të keqen më të madhe e kemi brenda dhe burimin më të madh të desinformimit, të gënjeshtrave, të deformimit të informacionit. Ne ndryshe nga të tjerët nuk kemi pse e kërkojmë gjetkë, sepse e kemi këtu. Dhe nga këtu është prodhuar në mënyrën më kriminale dhe të papërgjegjshme edhe një seri lajmesh për gjoja mundësinë e sulmit mbi Shqipërinë, por ju kujtoj të gjithëve që Shqipëria është antare e NATO-s dhe sikundër NATO e demonstroi qartësisht në Turqi ku goditi menjëherë një raket të ardhur nga Irani, gjë të cilën pastaj e nënvizoi bukur mirë edhe generali amerikan i komandës së NATO-s. Qartësisht kjo shpejtësi reagimi dhe ky kapacitet reagimi vlen për të gjitha vendet anëtare të NATO-s, me gjithë keqardhjen për të keqen që me siguri nuk e ka pak problem nëse do të jepi mundësia ta provonte edhe ndonjë sulm mbi Shqipërinë, vetëm e vetëm për të ushqyer shpresën e kocë, siç thon tironësit ondrën në beze, se do të përmbyset i ashtu quajturi regjimi i Edi Ramës.